Mirëmëngjes, Serben për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10, po pikërisht po ndodhem këtu në Podujevë, ku një shtyllë elektrike ka hasur në vështirësi për qytetarët e kësaj lagje, ku pikërisht këtu afër vetes kam edhe banorin e kësaj lagje, Gëzim Shala, i cili do na flasë edhe më shumë sa i përket kësaj shtyllë elektrike dhe problemin që po hasin. Zotri Shala, njëherë faleminderit shumë për kohën. A mundesh më na tregu më shumë probleme sa i përket kësaj shtylle? Problemi në shtyllë nuk është, po problemi është në tela ose në kablo, që i kanë bërë 2-3 fish, edhe është qerdhja afër, ka fëmijë të vegjël, qarkullimi është shumë i madh këtu në këtë rajon, me nxënë se me këtë 2 shkollat mesme të funksionu, problemi është që edhe po friksohem pe i kamionave të mëdhej, vinë edhe i rrokun telat, në rast u kom para 2-3 dite, deri ka ardhur policia, s'kena guxuar mu largu për rrugës, për shkak të telave që kanë rrahur poshtë. Pra telat janë shumë afër rrugës, janë të shumë tepër afër rrugës. Janë shumë, po telasha është i ka shumë. Ka llabllak tela me një ven. Edhe jena banor të kësaj lagjes, po frigohem mos ndodh më e keq jashtë. A ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë fatkeqësi sa i përket? Fatkeqësi shoqëriove, frikë po se jonë prek telat në zveti, kanë shkaktu, se s'pëdi me fol ashtu, krejtë qysh folni këta të kekut, po jenë djekë faktikisht, kanë shkaktu flak, edhe jem të friksun për qatë punë. Këta që këtu afër kësaj lagje është edhe një qerdhe ku këta tela janë afër asaj qerdhe dhe mund të shkaktojnë edhe probleme sa i përket qerdhes ato afër. Shumë me vanë, fëmijët vogël ka, frikojmë edhe për atë punë, se edhe që fëmijët mitë, po janë fëmijët tonë të Shqip. Shkollat po ndreqen që këtu të ndreqa, nëna 2 shkolla funksionale, ka nxënës shumë qarkullojnë këtë rrugë, njëherë ndodhë me keq që tani kur të ndodhë atë qka u bo, ma mirë me intervenu me kopi bjen. A keni bëndo një kërkes të keci, sa i përket kësaj, këtyre telave të shtylle? 4. Prit njerë, jo du të më bu projekt, jo du të më bu, neve përna interesën më hejk telat, më bu zgjidhja, e sa për projekti le të bujnë sa donë, lagjës, po flasë në më të lagjës, interesën më hejk telat. Qëto është të lashë e? Le të vinë, le të intervenojnë, nështë ta pëllëm qatë ka nevoj ju ndihmojmë edhe nasi banor, po dojna me zgjedh këtë problem. Faleminderit shumë nderuar. Arben, nëse nuk ke ndonjë pyetje tjetër. Jo, nëse mund të më dëgjoj banori, gjithsesi, çështja e parë që dua të di është natyrisht edhe kamerat më dëgjoj. Që sa kohë është ky problem i dashtën? A mund të fokusohemi me kamera Arolinda, a mund kameramani të fokusoj çështjen e telave ku janë të hapur? Se dua t'i shoh në transmetim, derisa banori më tregon që sa kohë është ky problem. Mas pakti 10 vite është puna. Këtu që ka ba një kushllus i madh i telave. Do të thonë, janë shumë tela në një shtyllë elektrike që edhe shtylla edhe e gravitojnë rrugën, domethënë e kpusin. Është problemi që veç me bash të rëndit se jo me jetu afër tyne. Po kena telashe, po ndërprejt rryma shpesh, si po ka frim të madhe, që kjo është problemi. Ku është shtëpia jote i dashtën? Edhe ka rruga gravitim shumë të madh njerëzve, ne ndodh tani ankesat e ndryshe. Ku është shtëpia jote këtu afër apo? Qerdhja, ku është me lokacion? A e kemi këtu me pamje? Përball. Fokusu shpinën e. Sta mora mikrofon. shtëpia e ti pra është afër kjo këto. Është shtëpia afër shtyllës apo? Wow. Për mos me mjaftu mish. Qfar kushlluse? Më ka ra me pa shtylla të energjisë elektrike gjithandej në forma të ndryshme. Por ja, kjo është rasti jashtëzakonshëm. Pra ta dhe kemë ankesat mëdha. Wow.
Kamionat shpesh po rrokën në to edhe po na shkakton frikë. Si quaj rruga? Xhemail Mustafa, Në rrugën përballë Çerdhës 3. Xhemail Mustafa. Çka po vrejmë këtu është shtylla elektrike. Në anën tjetër ishte edhe një shtyllë shtesë ndriçimit publik, ishte edhe një shtyllë tjetër që mbart operatorët. Po mirë, ku vazhdojnë këto tela? Aty përfundojnë? Dy shtyllat ndriçimit publik, një funksionale, një jo. Po i shoh, na atë anën tjetër. Po, për s'ka shtyllës. Një pyetje kam, tash pe këtu shtyllës hynë dhe kabllat tash ka ndodh. Ku vazhdojnë? Kjo është çerdha që po e shohim tash apo? A mund të se dhe herë Arben, lutem? A mund të largohet pa kamerat, me jap këtë pamjen më të plot. Dua të shoh edhe çerdhën, edhe trafon, edhe dy trafot e tjera, edhe çerdhën. Wow. Sa i mllapi thojnë mizerje. Ja, ka ko që s'pas na pa kështu. Kam pa mënyrat ndryshme, po bashkë kështu jo. Do të të që diku nëse dëni kështu me përshkru një foto të rrezikshme, kjo që po e shohim drejt për drejt është të rrezikshme. Është një trafo. Është një bander me 1000 kablo të pështjela. Janë 3 trafo tjera asistuse. Trafo është në logje edhe para Çerdhës është trafo llogarit. Edhe për skaj tyre, me njerë hyrja, për skaj këtyre të kretë që i përshkrujta është hyrja për në Çerdhe, ku fëmijët kalojnë çdo ditë. Sa shpesh ndodh me pas kushllus, sa shpesh ndodh me pas prekje të telave, gjëra tjera. Sa herë të frinere madhe, prekën telat me zvete dhe shkakton flak me një fjalë shqip. Punimit rrezikum shumë për tynës. Mirë, faleminderit, me leni pak me pamje. Thirë televizione, jo në konën këtë është. Që kanë thonë kur i një kanë ketë? E rregullojmë, duhet me pas projekt, duhet me bo projekt, unë projektin që më intereson, po më intereson më rregullu për çështja. Projekte ata le të mbojnë sa dunë. Projekte? Po, natyrisht, duhet projekt, se duhet adresimi fillimisht i këtyre trafove. Është investim pak më i madh këtu. Mirë, Erlinda, do të vazhdoni me story nga aty, është definitivisht një prej rasteve më të çuditshme që kam parë në Republikën e Kosovës. Me nisni me njëherë pyetje, Lulzim Krasniqit, nëse mund të na lidhet gjatë emisionit të na shpjegoj se çfarë ka ndodhur këtu, është vërtet